Pe vitit 1990 deri në 93, domthon baba ka qenë ai i cili ka paguar 2 vite profesorët me rroga çdo muaj, kanë marrë rrogën edhe përpos rroga ka siguruar edhe drut edhe ja ka siguruar mielin, edhe sidomos nana ja ka shtitur shi gjithmonë kur ka orë vakti të shive ka i kas 100 kg gjithë baba ja ka bledhe na, domthon ja kena dhënë profesora për me vete, sidomos ka qenë një gjendje ekonomike jashtëzakonisht e madhe për profesora derisa është formuar edhe tanaj fondacioni i diasporës. Mu më vjen shumë keq, është për keqardhje sepse për minjorje kështu letra kena marrë shumë, mirë po për mbështetje deri më sot asgjë zero. Edhe kështu që na jemi definitivisht shumë të indinjuar nga qeverisë edhe komunës, sepse ata kur fare interesi nuk kanë shpreh për me ardhur me shpall muze edhe me restauru, sepse na kemi shumë kërkesa për shkak se shumë studentë çdo anë botës ka pas, pe Kanade, pe Austrie, pe Azie, pe Amerike, pe Kine, pe Japonie, pe ka mosit domthon janë ardhur dhe kanë vizituar dhe kanë shpreh dëshirë me dëgju historinë shtëpi shkollë dhe shumë herë pyetja pse nuk është restauru, pse nuk është shpall muze, edhe kështu që kjo histori shtëpi shkollë kanë ardhur studenta edhe të Zvicrës, të Slovenisë, Holandës, edhe një shtet nuk e di që e kanë marrë edhe si temë diplomës për fakultet. Domthon kjo është një histori që na e kena shteti jonë pe përbuzë edhe pe anashkalon, pe shkatron, e studentat e jashtit domthon pe ngritin në atë nivelin qysh është si shtëpi shkollë. Po, në 26 vite. Pa konfezim, kur far konfezimi, as pe qeverisë, as pe komunës nuk kam. Që 25 vite une e luaj rolin e Ciceronës edhe e tregoj historinë e shtëpisë shkollë. Normal që çdo histori e ka atë mbështetjen e vet, mirë po une si familje jam krenare për historinë e shtëpisë shkollë, dhe kështu që nuk e kam fort dert edhe që s'kam mbështetje, sepse gjithkush e din rolin e shtëpisë shkollës, çka ka ba, edhe sot gjenerata janë dalë edhe vinë mas shumë të vje keqardhje për shkak që vinë edhe vizitojnë edhe shohin këtë gjendjet mjerueshme. Mu mas shumë të më provokon zgjedhja e problemit me shpall me restaurue, edhe me shpall muze edhe me bë atë restaurimin që shumë edhe ish nxënësa kanë shpreh dëshirë me u bë një fondacion për mo qele edhe me ardhë mo bë mirë, po deri me tash nuk e di çfarë konflikti kanë edhe nuk kem pas asnjë lëvizje ma të voglën. Jenë ardhi ministria mi qit do pika, i ka rrafë që 10 vjet, i vinë vetë qesin pika edhe është mu më duke një farë si loj hajgarje, edhe kështu që mu nuk interesu, kështu që por ka ona jo na si familja na ja kena plotsu kushtet, i kena thonë hajde, jo qysh doni e bani, vetëm shpallna. Edhe se kem pas shumë, sidomos verës kem shumë vizitor, shumë.